Yorkville, New York City, SBA. Duke mbajtur titullin si vendi më i dendur populluar në Amerikën e Veriut, Yorkville është një lagje në anën e sipërme lindore të Manhattan, në qytetin e New Yorkut. E kufizuar nga rruga 79 në jug dhe rruga 96 në veri, 3rd Avenue në perëndim dhe Luminis në lindje, ajo ka një popullsi prej rreth 80.000 njerëz. Ky lagje është një mjedis i dendur banimi që përfshin një përzierje ndërtesash historike, ndërtesa të paraluftës dhe apartamente moderne të larta. Shumëllojshmëria në opsionet e strehimit tërheq një popullsi të larmishme këtu. Historikisht, ky lagje ishte një kazan kulturor me popullsi të konsiderueshme emigrantësh gjerman, hungarez, irlandez dhe çek. Trashëgimia është ende e dukshme sot në formën e institucioneve kulturore, restoranteve dhe qendrave komunitare që celebrojnë ato rrënjë. Për shembull, vende si Scholle and Webbe, një kasap tradicional gjerman, dhe salla kombëtare bohemiane, një qendër kulturore çeke. Afërsia e lagjes me Central Park do të thotë se nuk është më aq e përballueshme për komunitete si ato dhe po bëhet një nga vendet më ekskluzive në qytet. Zona shërbehet mirë dhe nga transporti publik. Nuk ndihet aq e mbushur me njerëz sa mund të prisni nga një vend ku jetojnë kaq shumë njerëz dhe përkundrazi shihet si një komunitet i gjallë. Rrugët e saj tregtare, veçanërisht përgjatë rrugëve të dytë dhe të tretë, janë të mbushura me një sër dyqanesh, kafenesh, restorantesh dhe baresh, çdo thotë se ka gjithmonë diçka për të bërë dhe diku për të shkuar.